100 banor të fshatit Lalm Lukaj në komunën Kolç të Lezhës kanë dalë nga izolimi që kishin prej dekadash nga mungesa e rrugës. Atë çfarë nuk ka mundur ta bëjë shteti tani më po e ndërton humanizmi njerëzve të thjeshtë që duan zonën e tyre. Fal kontributit të një emigranti tashmë ka nisur puna për hapjen e rrugës me një gjatësi prej 1.5 kilometrash dhe pritet të jetë e kalueshme për të gjitha automjetet. Janë rrugë paktën 2, 3, 4 kryetarë komunit, të gjithë na kanë bërë premtime që në këtë vend gjithsesi jo premtime, po premtime që është forta që edhe asfalti ka dalë deri atje me premtime, si përfonim sot nuk duhen edhe me të njoft. Paktën mbasi 100 vjeç del rruga makinës, kena shku 2 orë në kam me marrë të smurin në krah, në shkallë, në vigj, si kanë thënë, edhe me qu dhe spitali. Edhe të vdek rrugë. Kërkesat e mia ka qenë të vazhdueshme me një mungit komunitete, mos më lënë të varfrohet, mos më lënë të shkatërrohet, sigura shkatërrohet. Nuk kam gjetë mbështetje nga asnjë lloj kryetar komunet, asnjë lloj deputeti që për vota kizidona vinë më të parë. I rashin qaf, a ke mundësi një muaj ta hap këtë rrugë ti të zhvilloj zonën time këtu Malësit Lezhë, lën ta lidh fshatin me qytetin. Më dha okej. Nga ana tjetër, donatori Eduard Ndocaj cilëson si të patolerueshme për politikanët që këtë fshat me bukuri të rralla natyrore ta lënë në harres, çka ka bërë që shumë prej banorëve të largohen drejt qendrave urbane. Është trishtueshme se si ka 23 vjet që gjithë fshatet e Shqipërisë, jo vetëm Lalmi, po gjithë fshatet e Shqipërisë janë lënë në një gjendje të mjerueshme dhe janë detyruar që të emigrojnë mrena vendit, duke pas këtë farë bukurie që ka natyra këtu, të bjenë në qytet, sepse fshati është pika kyçe e ekonomisë shqiptare. Të nuk kërkojnë asgjë tjetër, vetëm rrugën që e ka me detyrim çdo qeveri, t'ia shojë çdo qytetari tek shtëpia. Fshati Lalm Lukaj në Lezhë është një zonë malore me bukuri të shumta natyrore. Faktor kyçe me hapjen e rrugës pritet të zhvillojë turizmin malor në këtë zonë.